ti ke një vokacion për të trajtuar një çështje shumë sensitive që është amnistia fiskale. Unë mendoj që çdo gjë duhet legalizuar. Këtu çfarë ekziston fakt dhe bombu, ne mbulojmë diellin me shoshe, kemi pak si tendencë këtu tonën. Pra, duke patur parasysh që ne një pjesë shumë të madhe të kapitalit tonë ne kemi në offshore-et e huaja, një pjesë shumë e madhe është në Dubai, kemi shumë eskorta shqiptare, kemi të famshme. Ne kemi grupe e strukturuara kriminale, ndër më të avancuara. Ky kontingjent kaq inteligjent njerëzish duhet futur në sistem. Ata kanë kapitalin që neve si shtet nuk e kemi sepse jetojmë në evazion fiskal shumë alarmant. Pjesa më e madhe e bizneseve këtu krijon ose për të shitur drogë, ose për të kryer një pastrim parash. Nëse shteti e bën pjesë, e integron dhe e formalizon këtë të gjithë të treg informal, përfiton vetë, nuk do ketë më korrupsion, ulet kriminaliteti, ka më shumë kontroll, ka më shumë atraksion turistik, ka më shumë të ardhme për të rinjt sepse i ke në një gjendje kritike që nuk din të bëjnë gjë tjetër përveç këtyre punëve. Pra, derisa ti të rregullosh shoqërinë, të duhet viti zero një herë, ti fusësh gjithë një erozion o burg por në sistem. Subscribe në kanalin Klas Media në YouTube.